Mendon Berisha u dëmtua të shtunën në minutën e 8 të ndeshjes së Lecces me Pizën, mesfushori kombëtare u largua me Barel dhe në lot. Pas sfidës së fituar në Serie A me rezultatin 1-0 nga ana e Lecces, presidenti i Lecces dha informacionet e para. Stiki Damiani tregoi se Berisha mund të mos ketë diçka serioze ndërsa bëhet fjalë për problem muskulor. Kanë mbritur disa lajme të para, duket se bëhet fjalë për një problem muskulor, por t'i marrim me rezervë. Shpresojmë të mos jetë asgjë serioze, u shpreh presidenti i Lecces. Berisha po shkëlqente me Lecën dhe ishte kthyer në titullar të padiskutueshëm. Plot 3 herë ka fituar çmimin si lojtari i ndeshjes në Serie A. Ylber Ramadani po kalon një nga momentet më të mira të Lecce. Mesfushori kombëtares ka lënë pas edicionin e kaluar dhe është lider në mesfush. Ndeshja e djeshme u fitua nga Lecce përballë Pizës, ndërsa Ramadani ishte nga më të mirët në fushë. Pas triumfit në Serie A, mesfushori shqiptar tha fjalën e tij, ndër të tjera tregoi se si e përjetoi penalltinë e shkaktuar ndaj Cremonezes, që i hapi rrugë fitores së këtyre të fundit në javën e kaluar. Kjo ndeshje ishte e rëndësishme për ne sepse vlente 6 pikë. Më vjen keq për Berishën sepse është vëllai im i vogël. Shpresoj të mos jetë dëmtuar seriozisht, tha fillimisht Ramadani për DAZN. Trajneri flet gjithmonë me mua dhe me Falconen për të ndihmuar shokët e ekipit. Grupi i këtë vit është fantastik, e njoh mirë ambientin. Kur luan mirë, tifozët të mbështesin gjithmonë. Sot ndeshja ishte në duart tona, që nga minuta e parë kemi qenë gjithmonë aty. Pas golit e menaxhuam mirë avantazhin. Kur gaboj jam i pari që marr përgjegjësitë e mia. Pas ndeshjes me Cremoneze nuk kam fjetur për shkak të faullit që çoi në penallti. Jam i lumtur për skuadrën, përpiqem t'i ndihmoj të gjithë dhe të vrapoj për të gjithë. Vrapoj për shokët e mi të ekipit sepse dua të fitoj bashkë me ta. Kur shoh që po luaj mirë, kërkoj mbështetjen e tifozëve. Gjithmonë shkoj t'i përshëndes tifozët sepse luajmë gjithmonë vetëm për ta, u shpreh Ramadani ndër të tjera në konferencën për shtyp pas fitores ndaj Pizës.